A e dini që vetë Allahu i thot Muhamedit, e nëse je në dyshim për atë që ne ta kemi shpallur, pyeti ata që lexojnë librin para teje. Me të vërtet, e vërteta të ka ardhur nga Zoti yt, prandaj mos je nga ata që dyshojnë. Këtu e ka fjalën për Tevratin. Po mirë, hajde e shohim këtë libër që Kurani nderon. Se Kurani flet jashtëzakonisht mirë për shkrimet hebrej. Mos u habit, surja 547, 568, 33, 6, 154 dhe 2148. Krejt këto flasin shumë mirë për Tevratin edhe Ungjillin. E tash, musliman thonë që Muhamedi vjen prej Ismailit, po Kurani kurse thot këtë. Nuk e di a i din, ajo vjen prej Ibn Ishakut me një gjenealogji e vënshme dhe e dopt historikisht. E tash mirë, ta lexojmë librin që Kurani respekton kaq shumë. Zanafila 17. Pastaj Perëndia i tha Abrahamit, për sa i përket Sarajt, grua sate, mos se quaj mo Saraj, por emri i saj do të jetë Sara, dhe unë do ta bekoj dhe do të bëj që ajo të jap edhe një birë. Po, unë do të bekoj dhe prej saj do të linden kombe, mbretër popujsh do të dalin prej saj. E të vargu 18. Abrahami thot, vaj me det që Ismaili të mund të jetoj para teje. Nga mirë këtë, vargu 19, por Perëndia ju përgjigj, jo, por Sara, grua jote, do të lind një birë dhe ti do të quash Isak, dhe unë do të caktoj beslidhjen time me të. Vargu 20, sa për Ismailin, unë do ta bekoj. E tash vargu 21, por beslidhjen time do ta përfundoj me Isakun. Shumë është e qartë këtu. Ismaili u bekua, po, shumë bukur. Por beslidhjen Zoti e ka vullos vetëm me Isakun. E tash, nëse Kurani pranon Tevratin, pse po e refuzoni ju pikërisht atë që thot Tevrati?